Petro Bozo lirohet nga paraburgimi. Gjykata e Apelit ndryshon masën e sigurisë në arrest shtëpie. Gjykata e Apelit Tiranë. Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë ndaj producentit Petri Bozo, duke zëvendësuar masën arrest në burg me arrest në shtëpi dhe duke urdhëruar lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Vendimi i Apelit vjen pas kërkesës së paraqitur më herët nga mbrojtja e Bozos për zëvendësimin e masës së sigurisë. Kërkesa ishte shqyrtuar fillimisht nga gjykata e Elbasanit, e cila kishte vendosur ta rrëzonte atë duke lënë në fuqi masën arrest në burg. Pas ankimit, çështja shkoi në gjykim në gjykatën e Apelit Tiranë, e cila ka vlerësuar ndryshe kërkesën e mbrojtjes dhe ka vendosur një masë më të lehtë sigurie. Petrit Bozo ishte vendosur në masën e sigurisë arrest në burg nga gjykata e Elbasanit pas shqyrtimit organit organit të akuzës. Prokuroria kishte paraqitur përpara gjykatës prova dhe argumentat mbi të cilat mbështetse kërkesën për masën më të rëndë të sigurimit. Kërkesa e prokurorisë ishte pranuar nga gjykata e Elbasanit dhe producenti kishte qëndruar për disa javë në paraburgim. Në momentin e caktimit të masës së sigurisë, avokatët mbrojtës të Bozos e kishin kundërshtuar vendimin dhe kishin kërkuar që ndaj tij të apelohej një masë më e lehtë. Megjithatë, trupa gjykuese në Elbasan kishte vendosur lënien e tij në burg. Vendimi i marrë tashmë nga gjykata e Apelit ndryshon situatën juridike për producentin, i cili do ta vijojë masën e sigurimit në kushtet e arrestit në shtëpi. Sipas vendimit të Apelit, masa arrest në burg është zëvendësuar me arrest në shtëpi, ndërsa është urdhëruar lirimi i menjëhershëm i Petri Bozos nga paraburgimi. Çështja penale ndaj tij vijon të jetë në shqyrtim dhe ndryshimi i masës së sigurimit nuk përbën vendim përfundimtar mbi fajësinë apo pafajësinë e të pandehurit.